Pas shpalljes së gjendjes së krizës nga qeveria për furnizimin me ujë në Gostivar, krerët e komunave të rajonit të Pollogut së bashku me shtabin qendror të krizave janë mbledhur sot në një takim urgjent për të koordinuar ndihmat për qytetarët e Gostivarit. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani bëri të ditur se situata shëndetësore në qytet ka filluar të qetësohet pas masave të marra, ku numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore ka pasur rënje drastike. Limani theksoi se komuna është në kontakte të vazhdueshme me rajonin dhe shtabin qendror për tejkalimin e shpejtë të problemit me ujin e pishëm dhe atë teknik. Situata në Gostivar, e cila u krya javën e fundit, kërkonte të ndërmerren disa masa të cilat në kohë u ndërmarrën dhe ngadalë situata fillon të qetësohet, duke filluar nga numri i pacientëve të cilët kanë kërkuar ndihmë në spitalin e Gostivarit, i cili drastikisht bie, me datë 27 më kishim 50% më pak pacientë se sa 19 e shtatit, dje 21-shin ende është zvogluar numri i pacientëve të cilët kanë kërkuar ndihmë në institucionet shëndetësore këtu në komunën e Gostivarit, me të cilën tregon se dal ngadalë kjo epidemi fillon të qetësohet. Përveç kësaj, problemi i cili u paraqit me shfrytëzimin e ujit edhe për pije, por edhe për konsum të përditshëm, kemi qenë tanë kohën në kontakt me shumë kolegë edhe të rajonit të Pollogut, por gjithsesi edhe nga komuna tjera, të cilët janë lajmëruar dhe kanë dalë në ndihmë, qoftë me ujë të pishëm, por qoftë me ndihmë për ujë teknik të cilën mund ta shfrytëzojnë qytetarët tanë, në bashkëpunim edhe me asociacionin e njësive të veçërisë lokale, por gjithashtu formuam edhe fillimisht shtabin lokal për kriza këtu në Gostivar, por pasi u shpall gjendja e krizës në nivel të komunës së Gostivarit nga ana e qeverisë, u formua edhe shtabi qendror i krizave, me të cilat veç më mbajtëm një mbledhje dje dhe hapat të cilat do t'i ndërmarrim të gjithë institucionet së bashku, me të vetmin qëllim që kjo situatë të tejkalohet sa më shpejt dhe sa më pak dëme. Për krahje të plotë institucionale ka ofruar edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili tha se zgjidhja qëndronte puna e përbashkët dhe rikthimi i besimit të qytetarëve tek institucionet. Me këtë problem ballafaqohemi gjithë komunat, gjithmonë, por kur ka një situatë të përmasave të tilla, shumë e rëndësishme është puna e përbashkët për t'u kthyer besimi i qytetarëve përsëri tek institucionet që të mund të rikthehet jeta në normalitet. Prandaj, ne si komuna të rajonit Pollogut, çfarë mund të ndihmojmë për normalizim të situatës. Unë mendoj në këtë drejtim të koncentrohemi, në drejtim të asaj se si është situata është nga shtabi i krizës, ndoshta është mirë të na informojnë çfarë hapash që ndërmarr këtu, do t'i sqarojmë edhe përgjegjësitë institucionale derisa është themeluar shtabi i krizës, kush çfarë hapash merr edhe me këtë duhet me u koordinu në këtë rast, si shkon koordinimi me shtabit të krizës edhe kryetarit të Gostivarit, që në opinion të kthejmë besimin e qytetarëve të Gostivarit se shpejt do të normalizohet situata. Përfaqësuesi i shtabit qendror të krizave Goran Savovski sqaroi planin operativ në terren. Воделот на водоснабдување во два дела, воделот на техничка вода и воделот на вода за пиење. Në pjesën e furnizimit me ujë kemi dy kategori, ujë teknik dhe ujë për pije. Rrugës për këtu, Ministria e Punëve të Brendshme realizoi kontakt me Ministrinë e Mbrojtjes, që do të thotë se Armata e Republikës Maqedonisë do të vjetë në dispozicion me të gjitha kapacitetet e saj sa i përket cisternave për ujë teknik dhe enëve të posaçme që do t'i vendosim në 5 apo 6 lokacione në Gostivar. Krerët e komunave fqinje shprehen nga dishpërinë e tyre me kapacitetet që disponojnë. Ne mendojmë të shkojmë me ujë, domethënë në për plastika, në për shisha, po si është kjo variant që nga shtabi domethënë shtetëror, shtabi krizës shtetëror, ka parapar këtë punkte domethënë me cisterna dhe punkte të cilët do të jenë me shishe ato. Mendoj që për mendimin tim është për ujë teknik Gostivari nuk ka nevojë. Dhe ajo që ne mund ndihmojmë gjithë komunat, realisht ja jemi edhe bashkë me kryetarin e Pogovinës, ku ne edhe kemi një punkt të përbashkët, ku
po ne me cisternat tona disponojmë diku kemi 4 apo 5 në dispozicion. Kjo mund ne të jemi, nëse flasim për ujë teknik, kurse për ujë për pije, mendoj që nuk është arsyeshme që ne të dalim me cisterna dhe t'ju themi të jetarëve hajde të merrni ujë për pije. Ja sutriновă razgovarав со мојот тим и може да понудиме точка. Unë sot në mëngjes bisedova me ekipin tim dhe mund të ofrojmë një pikë për ujë të pishëm, por në varësi nga ajo se në çfarë mënyre do të transportohet deri në Ngustivar, që thotë se mund të shndërrohet në ujë teknik. Dhe këtu nuk do të krijoj iluzion se po japim ujë të pishëm, ndërsa në fakt do të jetë teknik pas kësaj. Pra bëhet fjalë për ujë të pishëm në pozicionin e digës së Mavrovës, kemi mundësi të ndihmojmë Ngustivarit dhe t'u dalim në ndihmë. Kështu që në pjesën e cisternave dhe mjeteve transportuese nuk disponojmë si komunë. Prandaj nëse ka mundësi shtabi i krizës shtetërore apo nuk e di, në nivel lokal kjo mund të fillojë që nga sot. Moje mišljenje da napravimo ove sastanak, jedna pauza. Mendimi im është të përfundojmë sa më shpejt këtë mbledhje. Një pauzë të bëhet një mbledhje konkrete me shtabin e krizës dhe të dalim me diçka konkrete. Se si mund ndihmoj Jagunovca dhe çfarë ndihmë nevojitet. Mund vi një cisternë të ne, por të vi kot, të bëj shpenzime dhe të krijoj konfuzion te qytetarët e të fillojnë, po na sillin ujë të tillë në kamion të tillë. Kështu që sipas meje nuk kemi nevojë të bëjmë këtë. Apo kjo situatë është e ndjeshme tani siç është. Le të bëjmë diçka konkrete. A mundet komuna e Jagunovcës të sigurojë 5 ton ujë, 2 ton apo 500 shishe, 1000 apo vrapçishti apo ai dhe konkretisht me njëherë sot të veprojmë. Kjo është si kolegjialitet, si komunë qinje dhe ta zgjedhim sa më shpejt situatën. Kryetari i Këshillit të Rajonit Planor të Pollogut njëherë është kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu, për mbledhje konkluzionet e takimit duke konfirmuar se të gjitha komunat e rajonit janë në gatishmëri 24 orëshe. Sot do bisedua që edhe me shtabin qendror, edhe me shtabet lokale të komunave të rajonit Pollogut, gjitha kapacitetet që i kemi ne me makineritë tona, furnizimit me ujë teknik apo të pishëm, të jemi pranë Gostivarit nëse ka nevojë. Por që kjo do varet nga rezultatet e sotshme që priten të arrijnë në komunën e Gostivarit zyrtarisht. Krejt nga kjo, ne pastaj do të veprojmë. Me rëndësi është se ne jemi pranë, me rëndësi është se ne jemi nga dishmëri 24 orë me gjithë komunat që të ndihmojmë komunën e Gostivarit dhe qytetarët e komunës Gostivarit. Sejdiu nënvizoi se veprimet konkrete logjistike do të startojnë menjëherë posa të arrijnë rezultatet zyrtare të analizave të ujit në komunën e Gostivarit, me të vetmin qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe ndihmën e menjëhershme për qytetarët e Gostivarit.